Për mu ka qenë një punë shumë e mirë, po me kalimin e kohës jam shku duke u bërë hala ma shumë profesional, është një punë shumë e mirë, kontribon për qytetin tënd, i ndihmon njerëzit për një shëndet më të mirë, besoj për mu nuk ka punë më të mirë. Po, si ishin fillimet? Fillimet... Tani po e flasim këto 5 vitet para se të bësh trajner personal. Po, atëherë ushtrojsha vetën, fillimet, s'po di që shumë të tonë, nuk e kom pas edhe shumë fokusin të puna, po me kalimin e kohës isha shokët edhe shoqë që më kërkojshin me ushtru bashkë, edhe... Pra të kërkonin ndihmë me fjalë tjetër? Kërkonin ndihmë, tani me kalimin e kohës e mendova, thash, këta munden edhe me ndihmu, për ka paga, kom fillu me pak klienta, të nëshë ka shku numëri bagi shumë mirë. E përmende që ke fillu ndoshta pa e mendu se do ta kthesh në profesion, por gjithsesi si i ke mësu vetë gjitha... Po, kom fillu, s'po di që është me ta spjegu si në hajgare. A kupton, po e kom pa që po ma dënë, edhe po ka sukses. Se për trajner duhesh më konë pak edhe psikolog. Po. Adin duhet me ditë edhe me fol me klientin ose partnerin që punon me to bashkë. Adin se s'bën veç ushtrimet edhe hajt, po duhet shumë i ndajt gati, më shkon edhe për ka ushqimi. Adin kam shumë njohuri, se më ka ra shumë vite, me përgadit edhe për veti, edhe të nëshë bishka shumë e letë më doket. Më bëri përshtypje kjo pjesa kur the po ma donë, është ma mirë me të dita me të dasht? Me të dasht. Me të dasht. Pra kështu pas ka qenë edhe për juve? Po. Dhe klientin e parë? Kur s'ta donë... Kur s'ta donë nuk shkon, është të vërtet? Ski nuk ecë kërgjo. Po. Klienti parë? Po. Klient parë... E përmende që ke fillu me pak, dhe normalisht tani është ritmi, po... Kena pas aty në palestër ku kam qenë, unë nuk e kom pas veç një klient, po e në konë disa djemë që ushtrojshin si grup i vogël. Po. Pas taj qaj grup shkoj të boj i mapë. Pas taj vazhdoj grupi 2, grupi 3, grupi 4 edhe hypëm shumë me klienta. Po nuk ka qenë veç një klient, po ka qenë një grupi vogël ku kom startu me ta për një herë. Po. Cilat kanë qenë sfidat e asaj kohë? Çfarë të është dukur diçka më e vështirë që ndoshta tashmë ka kalu gjithsesi, por që ti e kujton si sfidë? Sfidat kanë qenë se ky sporti që e bëjnë atje, nuk është do më thonë më ushtru vetun, po është më ushtru në grup, është crossfit. Edhe kur e kom sjell, do më thonë kur e kom nisu në qatë sport me zhvillun pej, atje nuk kanë ditë çka është. Jo veshim pej, po kretë Kosovë nuk kanë ditë çka është. Se në atë kohë kanë ushtru ma shumë bodybuilding, fitness, dhe ne kanë pas një rrymë tjetër. Po unë më pëlqejke si rrymë, si sport, se ushtrojshin femna mashkuj bashkë, ushtrime intenzive, ushtrime me mundje, lojnat, ndryshme, u bëjke shumë atraktive si sport. Edhe e shisha që njerëzit po pëlqejet me shpejtësit madhe, dhe më thonë vishin shumë klienta, dhe nuk më ishim edhe mi fut në grup, sa e dëshin si sport, po me kalimin e kohës, shkova tu, bu hala ma profesional. Si e mësove crossfitin në fakt? Ndalemi pak të kjo pjesë, të e marrë parasysh që crossfitit tek ne ka ardhur së voni. Po, kom lexu shumë për atë sport, jam interesu shumë, i kom bajt disa trajnime online, edhe që kam ka pëlqy mu ma shumë se crossfitit t'i jep disa level, dhe më thonë, mu ka pëlqy unë e kom marrë ma shumë kondicionin, ushtrime kondicionale, jo me pesha, me peshë ngritje. Edhe ata edhe tash e zhvillojnë palestrën time, që njerëzit pedojnë ma shumë, po ka ma pak lëndime, edhe po është ma i letë si sport, se une 80% klientave në palestër i kam që vinë për me humë peshë. Jam i koncentrum në qata njerëz, edhe atje në qytet të emri më ka dalë emri për qëtë punë. Që i dopsoj njerëzve? Po, që i dopsoj njerëzve dhe vinë shumica njerëzve jonë që kanë nevoj për me humë peshë. Edhe punoj me ta dhe kaloj shumë mirë dhe është punë shumë e lezetshme, se me dasht tash me dalë se sporti është bagi i vështirë. Për me dasht me hi, me rritë masën muskulore, me bo një trup të bukur, donë investim të madhë,
Ka dikush edhe nuk i ka mundësit, po ka dikush edhe nuk e ka disiplinën. Ndërsa kjo për me humbë peshë është pak më e lehtë për mu edhe po shkon më mirë. Dhe e përmendë pak më herët që keni fillu me një grup shumë të vogël, në ndërkohë është rritur grupi dhe ka kalu pikërisht te kjo pjesa ku njerëzit të cilët dëshirojnë të humbin peshë vinë tek ju në CrossFit. Cili është rezultati tani?